Nxënësit e klasës dual pranë shkollës së mesme profesionale Hamdi Bushati në Shkodër zhvilluan provimin e lëndës në biznese, aty ku në fakt janë hapur dyert për të zhvilluar praktikat profesionale. Vetë bizneset duket se kanë mirë pritur këtë bashkëpunim. Sot kam prit nxënësit e shkollës Hamdi Bushati për provimin përfundimtar të sezonit shkollor. Dhe unë kam qenë mentori i tyre gjatë gjithë vitit. Mbas përfundimit shkollor, këta mund të vazhdojnë të punën gjatë sezonit veror. Dhe unë jam i kënaqur me shkollën Hamdi Bushati gjatë gjithë vitit. Kena pas bashkëpunim i mirë. Për vitesh bashkëpunoj me shkollën Hamdi Bushati për nxënësit e praktikant. Këtë vit është një risi sistemi dual ku nxënësit bëjnë praktiken dhe janë të konsum në biznese dhe teorinë në shkollën Hamdi Bushati. Jam shumë i kënaqur me nxënësit dhe me përlimin e shkollës. Shpresoj që vazhdojnë kështu dhe të përfitojmë nxënës me kualitetet mira. Nxënësit nën kujdesin e mësueses Rovena Anamale në fillim u njohen me tezat e tyre, ku secili nxënës do të kryente një gatim të caktuar e më pas shkuan në kuzhinë për të realizuar atë. Së fundmi kam marrë pjesë në kuzhinë dual, që është një sistem i ri që bën shkollën tonë. Dhe teoria zhvillohet në ambientet e shkollës, kurse praktika në biznes. Sot kena një provim të praktikës, kur shpresoj që kena mundohë mirë. Kena me zhvillu 3 pjata. Pjatën e parë, pjatën kryesore edhe ëmbëlsirë. Praktika në biznes është shumë e rëndësishme për ne, për që na mu zhvillu më shumë profesionalisht edhe personalisht. Mu mësu me punë, mu mësu me njerëzitëri, me gjëra të reja. Na ndihmon më shumë. Arsimi dual është një sistem në të cilin aftësimi në një kompani kombinohet me lëndën në shkollën profesionale. Kjo mënyrë kontribon në zhvillimin e aftësive cilësore praktike që kërkon nga punëdhënësit duke i përgatitur ato për në tregun e punës. Përfundimi i arsimit profesional në profilin dual pajis nxënësit me certifikatën e kualifikuar të tyre profesionale përkatëse pranë bizneseve që kanë ndjekur më herët.